Personin veçant e bën vetvetiu. Nëse nuk e lindi veçant, ajo zblehet. Luku im është kogja i moqëm, sepse Mirna jam tip agraro-hibrid. Mirna me bujqësi. Edhe ku ka bujqësi, ka tokë, ka edhe luk, edhe mod, edhe të gjithat. Sheki Hoxha, që ky stil e mboj që 73 vjet bëhëni vetvetja, bëhëni original dhe festoni jetën se është veç një. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Më mirë se mirë. Mirë se mirë. Po pra. Apo mas parë më të një kompliment se prej sa të kom parë pës largut, kogja i luku jotë interesant të brandë sy. Faleminderit. Luku im është kogja i moqëm, sepse Mirna jam tip agraro-hibrid. Mirna me bujqësi. Edhe ku ka bujqësi, ka tokë, ka edhe luk, edhe mod, edhe të gjithat. Sheki Hoxha, bujk. Sheki Hoxha, bujk. Çka e marrë të kalumën? Të kalumën, me bujqësi. Me bujqësi. Po do me thonë, agraro-hibrid, tip i lezetshëm agraro-hibrid. Sa i veçan, a më që të stil që e mbanë kështu që sa ko, sa duhet, sa ko. Që ky stil e mboj që 73 vjetë në mëth i kom. 73 vjetë i kom. Ka duhet një person, çka e bën të veçan jetën e ti? Personin veçant e bën vetvetiu. Nëse nuk e lindi veçant, ajo zblehet. Me të leme është. Veçantia është ajo që njeriu shumë që është njeri kreativ dhe idena, që ka idena. Si për shembull, unë kom qenë me rendimente, me bujqësi, agraro-hibrid, tip toka, rreth Ferizajt, dhe ajo të bën veçantë. Sa merë komplimente për njerëzve? Gjithë mire, marr, kogjo marr. Komplimentin më interesant që e ke marrë, se më ka po pikë. Komplimentin më interesant që ko marrë. Po nuk po i tham ato komplimente si për shembull juve si që duka. Adhin, kompliment edhe një herit edhe një hidërim ku të shef dikush edhe mundohet me fol anglisht me mu. Për para, folshin, shkinisht, të menu, pse se. E ajo është ofendim edhe kompliment. Pse të mos duket një shqiptar, qështu qësh me mendon ti për mu. Ka në që është i huj, për ty apo? Gjithmonë. Një mesazh kërës në djekës dhe ta një histori tjetës për jetë, çaj kush e thanë? Për jetë. Mesazh. Bëhëni vetvetja, bëhëni original dhe festoni jetën se është veç një.